për media. Fatkeqësisht në takimin paraprake e shfrytzuar foltorën e këtij këshilli për më sulmu mu fizikisht jo dhe zëvendës kryesuesja. Këtë e bot për mi mbulu paligjshmëritë e juve, shpifjet që i bot në raport me mua, se kinë se unë pas kam bo presion, sepse do të sqarohem tash për këtë pjesë, te një prokuror, gjë e cila për djenitë të opinionit publik nuk është e vërtetë, por është shpifje e pastër, sepse publikisht po deklaroni se diçka ka ndodhur e që në fakt nuk ka ndodhur. Kinë se unë e pas na thirr një prokuror, edhe i pas kam thonë që do të thotë të votoj në një kandidat të caktuar. Dhe këtë e thatë që kinë se ai pas ka thonë një do më thonë kryeprokurorit, po nuk prezantut asnjë provë, asnjë fakt. Nuk prezantut sepse s'keni. Unë që 22 vite i shërbej drejtësisë, nuk në deklarimet të tilla, në raportet të tilla, ju dini që do thotë nuk patët ku me mësulmu në raport me raport kjellut këtu në mënyrë të kundërligjshme në këtë këshill, e personal duke më sulmu mu, sepse në raport nuk dëgjova asnjë shkelje që ishte bon. Ata që nëse keni diçka, ma thunin sy, nëse ka një provë, prezantone pranë këtij këshilli, pranë organeve, dhe gjithçka që keni, raportoni tek organet kompetente. Mos shpifni këtu publikisht, nuk është vend ky me shpif publikisht, sigur që ndodhi pak më parë. Krejt në fund, shpifjet e disave për juve këtu, veç duke ditë për... Atëherë, në vazhdim e qenë se kemi të bëjmë me çështje të performancës, çështje disiplinore, propozoj që pika në vazhdim konformimit 14 paragrafi 3, ligji për këshillin prokuror të trajtohet me dyrë mbyllura. Kërkesa është e njëjtë. Ne kemi deklaruar këtu që do të marrim pjesë në çështjet që kanë të bëjnë me procedurën disiplinore, por që përsëri kërkojmë nga zoti Çallaj që ta liron sallën për faktin që nuk mund ta përligjim një vendim të palegjshëm të marrë nga ana juaj. Prandaj po kërkojmë kolegialisht nga ju, me që kuorumin u bëjmë, sepse jemi këtu, ta lirojmë zotin Çallaj shkon në zyrën e tij, ndërsa ne vazhdojmë me procedurat disiplinore sepse jemi shumica këtu. Kjo nuk mund të as të diskutohet kjo kërkesë, u trajtua përpara, kështu që kush është për trajtim me dyrë mbyllura? Mas por du në trajtu qëtë çështjen, sepse nuk mund të rrim dikun ku prezanton një person pa keqen për juve zoti Çallaj, sepse këta ju kanë sjellë në këtë situatë. Nuk mund të rrim këtu, gjersa ekziston një vendim i palegjshëm. Këtë temë aty avon një herë, po a bëjmë dije përsëri. Nëse do të vazhdojmë procedura disiplinore, e lirojmë zotin Çallaj, vazhdojmë me procedura. Nëse nuk dëshironi, atëherë do të më liru prapë sallën. Çka më ju bë? Kryesues unë nominat po. Faleminderit kryesues, se vërtet jemi lutës për kohës gjatë sot që patëm këtë takim. Unë e theksova edhe më herët, kur prezident ishte vetëm antari Arjan pej kësaj pjesës që u rikthyn tash në takim, unë nuk e kuptoj këtë tendencë se çfarë po i pengon këta antar ushtruesit detyrës kryeprokurorit të shtetit. Në rregull, kemi marrë një vendim për shkarkimin e një ushtruesit detyrës, kemi marrë një vendim tjetër, ndoshta ai pa lehtëshëm, ndoshta është i drejtë. Ne atë çështje nuk e vendosim edhe jemi në pritje të një vendimi gjyqësor, po nuk ka askush të drejtë i kërkoj dikujt që ta liroj takimin e këshillit, sepse në këtë parim jemi gjithë barabartë. Me përjashtim të rasteve kur dikush mund të vetë tërhiqet apo të kërkohet që të largohet nga takimi i këshillit për shkak të rrethanave kur ligji kërkon përjashtim automatik. Këtë rrethanë nuk shoh asnjë arsye, madje as që të kërkohet, po do duhet që me respekt të sillemi njëri ndaj tjetrit, dhe ta falenderojmë që në këtë kohë, ndoshta me plot sfida dhe shumë paqartësi të tjera të cilat po e përcjellin punën e këshillit, prokurori Agron Çallaj ka pranuar që ta udhëhej zyrën e prokurorit të shtetit dhe të shërbej këtij këshilli. Ja, prit se tash ju përgjigj në atë çka pashon. Në vend se të ndiheni përgjegjës dhe të turpënuar për vendimin që keni. Beton.
Jo, Lutem, përsëri mos- vazhdoni ta mbrojtni këtë. Mos hyj. Prandaj, Mos hyj. keni po mendje, vazhdoj me pikat vazhdime që nëse jeni deklaruar se do pikat të vini. vazhdim nuk vazhdojnë tu qenë prezent zoti Qalaj. Po Mos ka të bëj fare me te, ka të bëj me vendimin e juaj të paletshëm. në qartë. Dhe nuk mund të rrim me një vendim të paletshëm. Qartë. Paligjshmëria është e juaja, vazhdoni ju me paligjshmërinë. Nëse keni pas kvorum 5, vazhdoni me 5, me 3, me 2, ku diun, ndoshta me 4. Ju thirrëm se u deklaruar se do të vini për ata. Tash. Ani. Nuk mund morën pjesë këto gjësare që ndrohet me paletshëm. Në qëndrimin tonë, jo qëndrimin tonë. Apo do më thosh? Ja që. Ja, visoj këto. Jo, veç në fund, prej momentit kur e fillu takimin, deri në këto momente, unë askund nuk e ndëgjova që fillimisht u miratu ranë e ditës dhe procedu. Na patëm probleme që në start me ranin e ditës, dhe na sot erdhëm në një pikë tjetër, si pas juve gjithmonë, sepse unë nuk e di që proceduralisht na më rrinëm këto, ku thoni që vazhdojmë me një kërkesë me mbyll takimin se kena me pas procedura disiplinore. Kërkesa është shumë e thjeshtë. Nuk po largohen për përgjegjësive. S'po 4 anëtor po e kërkojnë që zoti Qalaj mu largu prej takimit të këshillit. E tha dhe vetë zoti Qalaj në fillim nuk do të marrë pjesë as në diskutim e as në vendimarrje. Në fakt diskutoj edhe ma vonë. E mira atina edhe jona është me lëviz sepse derisa nuk ka një qartësi juridike, me në kësaj çështje që jemi hy, nuk është e mirë të vazhdojmë këtë formë. Ne rrim pa zotin Qalaj, ne largumi me zotin Qalaj. Nëse ky ju mjafton për kvorum, vazhdoni çu që keni nisë. Jo dhe më nxesë e deklaruar që kërkuat më përashtu zoti Qalaj edhe tash e keni ditë që është kështu. Kështu që Një diskutim. Mirë se. po. Po profesor. Këshilli prokurorial është vendi ku diskutojnë anëtarët e këshillit. A dhe që ta dish, ne jemi hisedar këto. E tha dhe zotni Qalaj që është ex officio këto. Ndoshta kishte qenë me mirë kuptim edhe zotni Qalaj, mëse temat të diskutohen me dyrë të mbyllura, me na kriju edhe kjo një hapësirë që na me pas mundësi me vazhdu takimin tonë edhe me kthy rrjedhën normale takimit. Nuk ka mungesë kvorumi, nuk ka asnjë situatë tjetër, edhe ashtu brenda kësaj jave po besoj në aspektin ligjor vendoset kjo çështje, sepse kështu janë edhe afatet procedurale. Kryesues këtu vendi i këshillit. 4 anëtar të këshillit po flasin. Vlerësoj e prap. Ajme që mos dalim situata si kur ne dëshirojmë ta refuzojmë punën angazhimi. Jo kryesues, unë jam këtu për të dhënë kontribut. Kush është bu trajtu me dyrë mbyllura, ne vazhdojmë me ranin e ditës dhe kështu që nuk kemi çka të diskutojmë. Me imponime. Po, konstatohet se prapë janë larguar 4 anëtarë këshillit, janë larguar zoti Arjan Gashi, Beton Shabani, profesor Dardan Voniqi dhe Visar Kasniqi. Konstatohet se prezent jemi 6 anëtarë, përfshirë ushtuesin detyrës së kryeprokurorit. Atëherë, konformenit 14 paragrafi 8 ligjit për këshillin prokuror, propozoj që pika në vazhdim të trajtohet me 2 mbyllara. Kush është për? Kundër dhe abstenim. S'ka me misa vota. Po me 2 pa pra? Vetëm edhe një herë sa i përket kvorumit të këshillit, neni 13 i ligjit për plotësim ndryshëm teksohet edhe të jemi të sqarojmë edhe për opinionin publik që nuk jemi duke shkel ligjin këto. As pak, kvorumi i këshillit formohet me 5 anëtar, duke përfshirë edhe raste disiplinore përveç nëse parashihet ndryshme këtë ligj, kështu që për sqarim të gjithë neve që jemi këtu, por edhe të opinionit, domethënë që kemi kvorum për mbajtjen edhe aq më tepër të rasteve disiplinore. Faleminderit. Vazhdojmë atëherë, veç më na njoftu kur të mbyllet takimi.